Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e hënë 22 dhjetor 2025. Dashi. Sharmi është i shkëlqyeshëm, por nuk mjafton për të kapërcyer një shkëmbë në dashuri. Kishte një prerje në punë, një ndryshim të punës ose rolit, gjithashtu mund të pyesni tani lajme. Demi. Situatë e mirë e përgjithshme, por disa konflikte në dashuri. Ju duhet të përpiqeni të kujdeseni pak më shumë për dietën tuaj, duke e keni kujdes veten. Binjakët. Në sektorin profesional ka shumë tensione dhe disa llogari që nuk shtohen, le të themi se jeni ndaluar të reflektoni. Ndoshta ju ndjeni dëshirën për të ndryshuar ose për të udhëtuar, por dikush si liçar ose nga xhelozia mund t'ju pengojë. Gaforja. Faza pozitive, dita zbulon aftësi të shkëlqyera, ju jeni entuziast dhe të gatshëm për t'u rikthyer në lojë. Ata që kanë një aktivitet të pavarur janë të fortë. Dhe dashuria mund të bëhet përsëri shumë tërheqëse. Luani. Marrëveshjet që lindin në këtë periudhë janë të rëndësishme. Ju po kaloni një fazë konflikti që është një parathënie e një rinovimi. Virgjëresha. Ata që janë më të vegjël do t'u kërkojnë prindërve të tyre para për një projekt të veçantë. Shpejtoni kohën kur bëhet fjalë për punë, hapni dyert për mundësi të reja. Peshorja. Dita e ndarë në 2 gjysma të sakta, pasditja më e mirë se mëngjesi. Kjo mbrëmje shton pak dembelizmin. Akrepi. Ju jeni të angazhuar në çështje praktike dhe ju mund të humbni durimin tuaj për arsye të parëndësishme. Këto ditë po bëni shumë gjëra, ju duhet të pushoni më shumë. Shigjetari. Ka disa konfuzione në mendimet dhe synimet tuaja. Duhet t'i kushtohet vëmendje disa lëshimeve të bëra në të kaluarën brenda familjes. Britsjapi. Dita sjell lodhje, mund të ketë edhe vetëm një gjendje të keqe kalimi. Ju nuk jeni mjaft të qetë, por është thjesht çështje e kapërcimit të një bllokimi që zgjat disa orë. Ujori. Flitet për marrëveshje në funksion të javëve të ardhshme. Gjithashtu koha e duhur për të tentuar pajtimin. Peshqit. Nuk ka shumë siguri në nivelin praktik, por në dashuri do t'ju duhen edhe disa emocione. Mund të ketë akoma disa momente tensioni. Ju dëshironi të ndryshoni stilin e jetës tuaj. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.